sot shumë pak flitet për trup të shëndetshëm e shumë tepër shumë flitet për trup të pranueshëm. Po jetojmë në kohën e filtrave, në kohën e centimetrave, në kohën e formave perfekte dhe në kohën e një farë idealizmi, perfeksioni, i cili asë që ekziston. Ne thjesht krijojmë iluzionin në kokën tonë për qatë perfeksion, i cili realisht tek ne asë nuk mund të bëhet, sepse njerëzit kanë anatomit të ndryshme, strukturë të ndryshme, duke filluar nga ajo e fytyrës e deri tek secilës pjesë tjetër të trupit. Po kërkojmë diçka që nuk mund të gjendet dhe krejt kjo si pasojë e një mentaliteti që është kriju në shoqërinë tonë, në përgjithësi them në shoqërinë tonë të izoluar se në krejt bote nuk është kjo, për një farë perfeksioni në pamje të cilin na reflektojnë nga rrjetet sociale, nga dhjetra qindra filter që krijojnë bukurinë ideale, bukurinë e paprekshme. Unë kam dëgjuar që shumë femra, edhe meshkuj besa kohëve të fundit, shkojnë tek estetistët e tek mjekët tashmë dhe të ndërhyrjeve plastike me fotografi të cilat i kanë bërë me filtra. Du me u duk bashkë qështu, qysh më kanë nxjerrë ky filter. Kjo është anomali, sepse është e parritshme dhe kështu po shohim njerëz të deformuar, njerëz të cilët nuk kanë më identitet në pamjen e jashtme. Do duhet të ishim më pak të fiksuar në pamjen e jashtme dhe të investonim më shumë në atë të brendshmën, e mbi të gjitha jo vetëm në aspektin emocional, të zhvillimit personal, të inteligjencës, por edhe të shëndetit. Bëjmë më tepër analiza, të kontrollohemi më tepër dhe të kemi një mirëqenie të mirë shëndetësore, sepse kur e ke të brendshmën mirë, e jashtmja patjetër do të reflektoj bukuri. Mendimi yt ishte mjaft sqarues, por që ta kemi edhe një ide më tepër, ne ta ndjekim një kronik të cilën ka përgatitur gazetarja Ionir Zanila, e kthehemi në studio me panelin tonë. Shëndeti apo bukuria, kujt i japim më shumë prioritet sot? Nëse do ta shihnim shoqërinë e sotme si një pasqyrë, ajo do të na kthente një imazh të kuruar mirë, fytyra parudha, trupa të formsuar, rutina bukurie, të rënditura me përpikmëri. Jetojmë në një kohë ku bukuria është e dukshme, e ekspozuar dhe e matshme me pëlqime, komente dhe filtra. Por pyetja që lind natyrshëm është kjo, apo ecën shëndeti krah për krah me bukurinë, apo po mbetet një hap më pas? Në teori, shëndeti është themeli, pa të as bukuria nuk ka jetë gjatësi. Megjithatë në praktik, prioritetet shpesh përmbysen. Investojmë më shumë në produkte kozmetike sesa në analiza mjekësore. Kërkojmë zgjidhje të shpejta për pamjen e jashtme, ndërsa na shkalojmë lodhjen kronike, stresin, pagjumsinë dhe ushqyerjen e çrregullt. Bukuria është e menjëhershme, shëndeti kërkon kohë, durim dhe vedije.